Pas shumë vitesh, vështirësish, banorët e lagjes Tolonjakët në fshatin Kozar, bashkia Kuçov do të kenë së shpejti një rrugë tërësisht të rehabilituar. Ky investim pritet të përmirësojë ndjeshëm lëvizjen dhe përditshmërinë e 10 familjeve të zonës. Rikonstruksioni i rrugës Toli vjen si një premtim i mbajtur nga bashkia Kuçov në drejtimin e kryebashkiakut Kreshnik Hajdari, duke i dhënë zgjidhje një problematike të kahershme për komunitetin. Ky projekt është pjesë e investimeve të realizuara me të ardhurat e vetë bashkisë, duke reflektuar angazhimin dhe përmirësimin e infrastrukturës lokale. Autoritetet vendore bëjnë me dije se puna nuk do të ndalet këtu. Gjatë vitit 2026, bashkia Kuçov ka planifikuar vijimin e projekteve të tjera në disa zona dhe njësi administrative, me synimin që çdo investim të ndikojë drejt për drejt në rritjen e cilësisë së jetës së qytetarëve. Sipas përfaqësuesve të bashkisë, çdo kontribut i qytetarëve po rikthehet në investime konkrete për rehabilitimin dhe zhvillimin e infrastrukturës në të gjithë territorin.